Vogëlushja Luna Mari, vajza e këngëtarit Luiz Eli dhe moderatores Kiara Tito festoi sot 11 mujorin e lindjes. Si çdo muaj mami Kiara i ka bërë një set fotografik me një kuptim të veçantë. Kiara ka publikuar në Instagram një foto të bebushes, e cila është veshur si astronaut. Në hapësirën e lunës. 11 muajsh, shkruan Kiara. Më pas Kiara ka publikuar një video me pamje nga prapaskenat e programit më të njohur të humorit, Portokalli, i cili po transmetohet sonte në Top Channel. Në videon e publikuar prej saj në Instagram, shihet moderatorja e veshur me një fustan të bardhë, i cili i ri shumë bukur. Si gjithmonë Kiara duket yll. Po ashtu ajo ka publikuar disa nga momentet më të bukura në prapasken, teksa shihet duke bërë foto me fansat e saj të vegjël. Mirë po komenti i Luiz Elit krahas videos e mori akoma më shumë vëmendjen. Si që shikoni pra zonja dhe zotërinj, me rastin e rikthimit të linjave që Kiara dëshironte, që për mua është kukull edhe po të futet në fest, besoj se ka ardhur koha ta bëjmë lunën me një motër, shkruan Luizi. Komenti pikant i Luizit është pritur me të qeshura nga disa prej fansave, por gjithashtu edhe me urime, ku shumica e tyre shprehin urimin për një vëlla për lunën.